Shiko, sa herë që unë vinë Lezhë, kam dëshirë që të vizitoj sallën e Galerisë Arteve, i kam pikë këto, po ta bëha dhe në Rëshen, po, për fatë kesh nuk figuron ma. Edhe vi këtu të shofë, për shembull, në ekspozit të re, më duket se nuk ka ekspozit të re, kësaj radhe, por kur nuk ka ekspozit, tu bëhet diçka tjetër, janë fondet, rrinë gjithmonë të ekspozura fondi i punimeve të ndryshme dhe shkoj këj meri tani të takojsh. Ka meritë që i ka marrë shkëlqyer këtë vend. Sa herë bën ekspozita? Ne në nëntor kishim ekspozit me artistët lezhjanë. Po. Ku morën pjesë 20 artistë, ishin 33 punë. Edhe në atë ekspozitë vendosëm punë të galerisë, sepse Galeria Arteve në Lezhë është dy funksionale. Vjen edhe punë të galerisë për vizitor, edhe hapen ekspozita ndërkohë. Pra ky është fondi. Pra punë të fondit të Galerisë Arteve. Pra Galeria një pjesë e fondit. Po. Po është goxha, sa ka fondi, sa afërsisht? Tash nuk përbajmë një sekret, por nuk është një madh numër i veprave, por ato vepra që janë cilësore. Janë cilësore. Sa vite ka që është mbledh fondi, që mbledhet në mënyrë sistematike? Galeria Arteve Lezhë është themeluar, është hapur në vitin 1985. 85. Edhe qysh atëherë filloi me mbledh fondin pak nga pak. Po ne kemi merita e kolegëve të mi që kanë punuar. Këtu është që profesorëve tanë, detyrët tanë, ju kanë marrë vepra që të pasojnë fondin e Galerisë Arteve Lezhë. Sa bukur. Nuk kemi emra, si Andrej Amanu, Agim Zajni, Foma Fomaj, Hektor Dule, Jana Shpaço, kemi portretin e Shpaços, kemi shumë emra që kanë Hasan Albani. Okej, ati kalojmë pak kështu, që nga e para, kjo Zadrimorja këtu, sa shumë janë qasë figurës e Zadrimorjes në pikturë. Është kostumi i bukur, që i ban piktorët, i rëmben gjyra. Ta pikturu Zadrimorja. Kush e ka bërë këtë pikturë? Ka pikturu Nikolin Ivanaj. Nikolin Ivanaj, po. Po ai piktor i shkëlqyer, po vazhdojmë këtu normal se nuk mund të jetë Shëngjini pa pikturë. Po. Edhe kush është këtu? Nikolin Ivanaj. Edhe Nikolini edhe këtu. Atje kemi Kjo është grafik. Nësa kjo keni edhe këtë skulpturë, kush është kjo skulptura? Kjo është Tereze Gjini, skulptura e Musim Qytit. Tereze Gjini, sa bukur, shumë bukur. Mirë, më shko pak të ajo piktura që është edhe e madhe kështu edhe në dimension. Po, më duket se këte ti e ke ripunu? Po, e kam restauru. Pjesërisht. Piktura e kuj është? Kjo është piktura Guri Mallit. Pra Guri Mallit, dora e Guri Mallit. Është kuvendi i së Beslidhja. Po, janë gjevahire këto. Po, në qendër tablos është Gjergj Kastrioti, Skënderbeu. Po, në qa viti mund t'jetë bënë kjo? Është punu në vitin 1961. 61, pra ka 65 vite. Po, dhe kjo vepër, dhe më thonë, është në veprat më të mira që ka Galeria Arteve Lezhë. Edhe kishte nevojë për pak ndërhyrje, unë e mërmetova disa vende me shumë kujdes. Po, me shumë kujdes për të mos qeduar, do me shumë kujdes. Po, me shumë. Kjo vepër mjeshtëror, se ka ngjyra të shehura, ka nuanca të holla. Pa, duket fantastike. Por punova me kujdes për arsye se ishte në kuadrin e ringjallërimit të erës së reaktivizimit, pasi rekonstruksioni që u bë Galerisë Arteve Kulturës. Po, shumë bukur. Pastaj vim me këto piktura tjera që janë kush i ka punuar këto? Kjo e ndjes pas Gjovalin Doci, një djalë i ri ka patur shkollën për Mjakova. Nuk jeton, por jeton te Prati. Ja kjo sa bukur është kjo gjë. Kur më thur jeton vepra e tij. Ne kemi Mirdit për shembull Lin Losin, nuk shef as i pikturë kërkun. Edhe kështë e pafalshme, si thudi? E pafalshme është, e pafalshme. Pra ne është Galeria Arteve që rrihet zonë. Galeri, muze, sallë, politika lokale dhe politika qendrore, këtu investuan bashkia, me ndryqimin, me flespajat, me aspirimin, me kondicionimin, e ishte një gjë mirë që... Pa, shumë bukur. Me ndryqimin, dhe kjo modeste është kjo galeri. Jo, modeste, por është shumë e bukur dhe nëse gjithë artistat lezhjanë mbi nga i vepër kjo galeri nuk i zë. Unë shpesh kam thonë duhet një galeri më e madhe, po, e qartë. Atëherë vim prapë me piktura tjera këtu që janë autor
Po këte e kemi autor kosovar, një spas, i pari Bruti, nuk jeton. Po edhe nga Kosova. Me janet e Kosovës. Me janet e Kosovës, që është prej nësoj varfrije në kohën e komunizmit Jugoslav. Se si në atë kohë, këto burra me kapuç me plisa barë. Shumë e burë. Mlidhen në rrët një sove me drumë. Shumë e burë. Shumë Stefti jeton në Greqi, është një piktor, është nga Gronshi Lers, është një shok i imi, ka këtë natyrë që jetë shumë bukur. Kemi edhe pesar që nuk i kemi në fond, por i kemi vuni kornis për të registru në fond se e ka shumë bukur. Edhe punon në Greqi dhe shumë dinamike edhe atje në Greqi ku punon. Edhe vazhdojmë tash me këtë. Ja, sa në Albanin. Po, këtu jemi te Kallmetoria. Kallmetoria Paltomës. Paltoma, po, edhe skulpturë kështu. Kallmetoria Paltoma duke qenë nga Kallmeti, ka pas të shqirë me bau Kallmetorë. Me shumë burë. Po, që tjede e sa, shumë burë ka jetë. Po, vazhdojmë pasaj me këto pikturat tjera. Këto portretet kush i ka këto? Prap shi. Te ka Manzuri Nikolini, Martin Luca, ko... A sa të burë, të burë, shumë të burë. Edhe Martini, fantastikë. Edhe Martini e ka burë të zanë. Shumë e burë, po. Edhe këtu kemi pejsa. Në gjithë në atë ko, në të thonë, para në dhejtës, nuk ja kushtu shumë vëmendi, ja punu edhe në fibra, në komisata, por pastoria artistike dhe shpirtuar artiste ka kenë që të kryojnë të punojnë. Dhe kanë punu veprat bukra. Shumë burë, jazëmisht burë. Edhe vim këtu pasaj edhe materialet tjera. Kemi një pikturë Fatmir Haxhiut. Edhe Fatmir Haxhiut, që s'fa burë. Kanaja Lexhës. Ashtu, vim prap të kjo skulptura këtu. Skulptura po është e profesorit tim Djes Pas Andrea Mano. Andrea Mano është autori i Partizani Panjor që në dhe Tiranë. Ja, Andrea Mano. Andrea Mano, vjeshtër i skulpturës dhe kur të dhe të restaurova, se ju thuj pak koma, se kur momentin që e restaurova, e kërëgullu dhe shtupin, se kështë ta mërteja, edhe e lyva, edhe është një punë e admirushme në skulpturë. është fat që kemi. Bravo, shumë bukur, bravo. Çobanesha, sot Shqipëria ka nevojë për çobanesha. Është edhe e jep mesazhin. Vim këtu tani. Shiko, edhe kjo shumë e bukur. Qoft pamja këtu, por edhe kjo tjetër. Kush ka bërë këto? Këtë ka bërë poshtë, është vjesht e poshtë. Po. Të duken e paranondes periudha e socializmit, ku këto gra që janë vesha zadrimore, janë në momentin është që hanë bukë, që përshojnë, edhe që punojnë në ara, që punojnë në ara, një është në punës. Po, nërkohë këtu? Jo mënësurja e Kantier Moshit, në Akorel, edhe është... Po, e shofë, në Akorel e shofë, po, është gjini që sot është përhapur Akoreli. Helidoni, profesor Helidoni është... Aja është mjeshtri i kësaj pune, tamam. Një fëdhëri tjetër, është një tantuzme nga Durësi, është një shteti, Helidoni e vitë, unë e admiroj kur punon në Akorel. Kjo është Oso Kuka e Nikolin Ivanaj. Nikolin Ivanaj? Që, prit. Ja, Nikolinit e shishi. I frëmzuar nga Lahuda Malcis. Nga Lahuda Malcis. Ose ku pun tjetë prek Markolla më këtu? Shiko, se ka pru kretë trimat ose kuve dhe shiko, ose kuve. E shumë e bukur kja, është histori fantastike. Po ndërto, ka qenë i shquar dhe prek Markolla si ju drite që shkruan Agjesh Fishta. Agjesh Fishta, po. Po, vazhdojmë me këtu. Po, këti kemi këtë zadrimorin e Tahir Tahire, një spas. Tahir Tahire? Po, s'ka bojo në Galeria Artëve. Po, Galeria, kam qenë aty. Ka emrin Tahir Tahire. Kam qenë te Agimi. Agimi ka një piktor, po më vjeket që Agim Dervisha i më duket? Është një piktor i asaj zone dhe unë kam qenë, kam pa ekspozitën e ati dhe u knaqa shumë që i kishin vëllë emër. Po, i kanë vëllë emër. Unë e kam jo të kështë qep me pipa kraki, po ishte artist në shpi. Aja, shisha punimi ka bo, ja. Kemi fat që kemi një pun t'i që është dhe punë e bukur. Shisha punimi, ja, sa burë. Edhe ka një gjonë, se më përmend e faktin që ka emrin ajo atje. Pra, Galeritë e Artëve, pse jo mund t'ketë emrin. Edhe, për shemë, unë pa ta propozuar që emrin Galerinë e Artëve, sa e bëam rishtare në mirë ditë, u prisha, ja, kupton ditë se kështu, gjërat prishin, inshallah, unë kam bën apel në mënyrë të vazhdueshme, por unë propozoha që t'i vijë emri Lin Loci. Piktori i parë i Mirditës më shkon të lartë. I shkëlqyer fare,
as nuk ka si punë që në fundit ne punë nga familja ti mund t'i merrim t'i kishim ke fondi i Galerisë Arte. Pra shumë rëndësishme kjo, edhe vendosje. Ka artista shumë të mirë. Ka shumë mirë si që janë Bilashi e tjerë. Po shtetit lokal, në tonë duhet t'i favorizoj ato artista, sepse edhe Mirditat duke kene pasur minerale, ose ka galeri arti, ose nuk ka kuptim. Si jep studi artistit. Po. Që ai të krijojë, punojmë në atë vetë. Për mua është i thirrje për to. Absolutisht. Shiko, unë të falenderoj shumë që e kalum një farë mënyrë pra fondin e Galerisë Arte, një pjesë e fondit Galerisë Arteve këtu në Lezhë, edhe këtu është si për herë Kujtim Buza. Po kujtim Buza ja dhe kjo. Doraj Buzës. Ai, po, sa bu. Bravo. Në kujtim Buza, na kujtimi këtu. Shumë burë, të falenderoj shumë. Galerisë Arte ka dhe bashkia për në për hollën. Në për hollën, po. Zhyrë dhe koridore. Po, shumë burë. Okej, unë të falenderoj dhe të uroj dhe mos harro me mëftu sa herë bëj ekspozita. Mirë? Faleminderit ty Gjergj që jo, absolutisht. Dashamirë si artit. Të falenderoj. Edhe je promotor i lëvizjes kulturore. Suksese. Faleminderit shumë. Suksese Gjergj. Faleminderit ty.